Do t'jetë videoa ime e fundit. Arritëm në Napio, talesën e pa kanali i Korritos. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Elsa dhe sot do të kemi një vlog të ri. Dhe besoj që ky do të jetë vlogu im i parafundit ose i fundit, nuk jam e sigurt, pasi po mendojmë që këto ditë të bëhemi gati, të përgatitemi dhe të kthehemi përsëri mbrapa në ishull. Dhe kanë vajtur disa veta, disa nga njerëzit tanë kanë shkuar, dje iku dhe kunati im, dhe po dëgjojmë dhe kemi marrë disa informacione që gjërat kanë ndryshuar atje, janë bërë gjërat pak më të qeta dhe tërmete nuk është se nuk bjejnë fare, bjejnë, por jo në atë lloj mënyre që binin, janë më të rralla. Themi dhe ne, si gjithë të tjerët, të kthehemi prapa në ishull, atje kemi jetën tonë, atje kemi punën, dhe pse kemi frikë, frika është normale, dhe pse do kthehemi prap kemi frikë, por që nuk mund që të shtym akoma dhe ditë më tepër këtu në Athinë, duke qenë se edhe këtë një muaj, unë për shembull edhe taku nuk e gjejmë dot fare veten këtu, që të shpërngulemi dhe të jetojmë këtu. Nuk e gjejmë dot veten, nuk jemi mësuar me gjithë këtë jetën e zhumshme dhe e shpejtë që bëhet këtu në Athinë. Folëm edhe me kunatin, folëm gjithashtu edhe me pronarët që punojmë në Santorini dhe na thanë që deri më tani asnjë kratisi nuk është të tërhequr. Besoj se edhe puna dhe sezoni të hapet avash avash. Dhe tani jemi në makinë, jemi ngritur, pasi jemi gati të vemi pak në IKEA. Qëse do ikim dhe jemi gati këto ditë të ikim, tek shtëpia më duheshin disa gjëra, por mbi të gjitha më duhej një pasqyrë. Mbani mend që ju kam bërë një home tour tek shtëpia ime dhe ju kam thënë që më duhesh një pasqyrë atje tek pjesa e sallonit. Kështu pra njerëz, gati për në IKEA dhe shpresoj që ta gjej pasqyrën që dua. Nushin tim të vogël që e zuri gjumi. Brian, ngriu mami. Ngriu. Sa ide e bukur kjo llamba me këtë sipër. Po mendoj që ta marrim dhe ta vëmë te salloni. Nuk e di nëse do duket bukur tek salloni im kjo këtu. Por shumë e bukur. Pa dyshim, po të kisha një shtëpinë time dhe po të kisha një shtëpi super të madhe, kjo këtu do ishte kuzhina e shtëpisë time. Shumë e bukur.
Jemi këtu të kjo pjesa, edhe pam këtë guzhinën këtu. Ulti Urgito këtu dhe Urgito, po ta kisha unë të këshpia i me këtë guzhinën si do e bëja? Partap, pjatën të lutem. Pjatën të lutem, shef, gati, recetën. Është shumë komode. Edhe shumë e bukur. Kurse unë do vija e të përbuaj. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out. Ishte siç të dilin nga IKEA pa marrë hot dog. Kështu që kemi marrë 3 hot dog. But I hope you'll Sabi më jep pak atë Ketchupin. unë do e hedh të treja, ketchupin dhe mustardën dhe majonezën. I morëm të treja hot dogët me pul. Unë tani po i shtoj mustard. Po i shtoj gjithashtu ketchup. Të fundit fare po i shtoj majonez. E bëra mix fare këtë. Dhe e përfundova hot dogu tim të parë. Disi kështu duket. Ta provoj unë e para sa bro. Se unë me Sapin do ham bashkë sepse nuk donim shumë dhe veç 3 morëm. No. Brian. Mirë. Nice. Do të shpër pak si bre? Do të shpër pak si bre. Ndërsa taku e bëri me majonez dhe me mustard dhe me ketchup. Shumë të mira. Dhe përveç hot dogve, atje te IKEA gjetëm gjithashtu dhe këto që janë në formën e cinnamon. Dhe e ka hapër taku këto, i ka provuar, si ishte taku? Në mënyrë. Çka? Qa shek ishte? Nuk është se është shumë e mirë. Do kisha marrë me mirë atë tjetrën që ishte me sheqer dhe me kanell. Kjo më duket se është me gjalp edhe me vanilje. Kemi marrë gjithashtu edhe këtë çokoladën, lata në formë zëmre dhe disa patetina që i mori Briani. Këto morëm të gjitha. Pasqyrë nuk gjeta, u mërzita shumë. Kishte shumë pasqyra, por jo si ato që unë i doja, jo në ato lloj forme që unë e doja. Dhe nuk e gjeta, nuk mora, por morëm një raft për këpucët, edhe atë nuk e kishim, e gjetëm, po më pëlqeu, ishte në ngjyrë të bardhë dhe e morëm dhe çuam porosin për të vajtur në Santorini. Dhe gjithashtu unë doja dhe një bibliotek të vogël bibliotek. Okej, do merja si tip sirtari, me sirtar, me rafte, diçka kështu. Dhe do e bëja unë pastaj si bibliotek dhe do vendosja disa gjëra të bukura brenda. Por nuk e di, ajo që ishte atje mu duk se ishte pak e madhe dhe do më dukej shumë keq tek shtëpia, pasi e kam sallonin të vogël dhe të mbushur me gjëra dhe mendoj se do më dukej pak e ngarkuar atje. Por nuk do ndaloj, do futem në internet dhe do kërkoj si për atë mobiljen që do e bëj si tip biblioteke dhe gjithashtu për pasqyrën dhe besoj do kërkoj në internet pasi këtu në IKEA nuk i gjeta. About the moments we spent, I just want you to be happy. When someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure at all. Nothing's gonna be any better. Do marrë nuse moj, nuk kush do të ketë. Këto njerëz i keni pra paskenat. Kur unë nis të bëj video dhe të hap video, ndërkohë taku ju përshëndet me këngë të bukur.
Hej, përshëndetje, mirë se keni ardhur në kanalin tim në një ditë tjetër këtu bashkë me ne, me mua. Jemi futur në makinë, kemi akoma ditë të qëndrojmë këtu në Athinë, kemi dhe disa ditë. Me qenë se kemi disa ditë akoma para se të ikim, menduam të mos ikim pa vizituar diçka akoma. Kështu që jemi futur në makinë, jemi veshur. Unë rregullova pak vlogët, por shumë pak sepse nuk kisha shumë kohë që t'i bëja më bukur. Dhe po mendojmë që sot të shkojmë në Korintho. Korintho nga Athina është larg diku tek 1 orë e gjysmë. Dhe është hera e parë që neve shkojmë atje, donim të venim që vjet në fakt, dhe i kishte mbetur fiksim takut që të vente se s'bën atje. Dhe kështu që me qenë se kemi pak ditë, tham të vizitojmë një vend që është i afërt. Unë se kam iden fare se si është vendi atje, por më tha taku që është veç një kanal, ven anijet. Dhe sa po bëm ndalesën e parë, ndalesa e parë është te kanali i Korinthos. Si fillim le të bëjmë një outfit check. Dhe këtu është outfiti im i ditës. Nisemi. Njerëz ndrua mendje, erdhem këtu në Korintho, erdhem edhe këtij në qyteti, vajtëm edhe te kanali, hoqi fiksimin edhe taku, pasi taku donte që ta shikonte atë kanalin atje. Dhe erdhem edhe këtu tek qyteti, por të them të drejtën, nuk është se na u duk ndonjë gjë wow, ose ndoshta nuk dinim ne ku të shkonim, ose ndoshta në vërtet nuk është se ka ndonjë gjë wow për të vizituar. Dhe pam edhe paka shumë qytetin se si ishte, dhe nuk është se na pëlqeu që të kalonim pjesën tjetër të mbetur këtu. Kështu që ndrua mendje, tani do vemi në Naflio. Naflio nga këtu në Korintho është 50 minuta me makinë dhe kemi ende kohë që të shkojmë atje dhe të vizitojmë ndonjë gjë atje. Në Naflio nuk është hera e parë që ne vemi, kemi vajtur edhe vjet, por nuk është se kemi nejtur shumë. Dhe të them të drejtën kam më shumë gjëra se sa këtu në Korintho. Them se kjo është dashuri, thua më toti, sa të dua unë ty. Sapo arritëm në Naflio dhe realisht nuk kemi fare kohë, pasi ora ka vajtur 4:30, ndaj duhet të nxitojmë dhe të nisemi drejt dhe tek qyteti.
Mbaruam edhe xhiron ton këtu në Nafplio. Dhe kësaj here bëm një ndryshim sepse morëm trenin edhe e vizituam qytetin me tren, gjë që për 4 persona edhe për Brianin të gjitha biletat na kushtuan 16 euro. Dhe t'ju them diçka që ishte diçka shumë e bukur, diçka vërtet shumë e veçantë dhe nëse vini këtu ju a rekomandoj, pse jo, pasi neve na pëlqeu shumë. E më pas bëm një shëtitje rreth qytetit me këmbë, gjë që nuk mund duk ndonjë ndryshim sepse e pam edhe vitin e kaluar. E vetmi ndryshim që pam këtë vit ishte që kishte më shumë turista, më duk sikur kishte më shumë njerëz sot. Dhe në përgjithësi na pëlqeu e gjithë xhirua që bëm. Dhe më pas shkuam dhe hëngrëm tek një restorant. Tek restoranti morëm patate të skuqura, morëm kunguj të skuqur gjithashtu, pastaj morëm djath e bërë në furr, morëm tiro kafterin ton speciale, pasi e marrim në çdo vend që ulemi. Më pas morëm spageti me karkaleca, kritharaqi me karkaleca, morëm peshk, të gjitha këto na kushtuan diku tek 90 euro. Gjitha ato që provuam, mund të them që është 7.5 na 10. Dhe në përgjithësi dhe restoranti mirë ishte, jo shumë mirë, por mirë. Kjo ishte dhe gjithë eksperienca jon këtu në Nafplio. Dhe tani po nisemi për të shkuar në shtëpi. Dhe nga këtu për të arritur drejt në Athinë është diku tek 2 orë rrugë, kështu që unë po mendoj që diku këtu ta mbyll videon për sot dhe ne do të shihemi në një video tjetër. Θα έρθουν κάποιες Κυριακές που θα νιώθεις ότι φταίς. Με το βλέμμα χαμηλά θα μου λες είμαι καλά και τα